Mirë se vini në kanalin Horoskopi Nesër. Këtu është horoskopi për ju nga e martë 28 tetor 2025. Dashi. Dita fillon me lëvizje të ngadaltë ose është e mbushur me gjëra për të bërë dhe sjell lodhje. Këshilla është të mos i trazoni gjërat në familje sepse dikush mund t'ju provojë. Demi. Kjo ditë mbaron mirë. Disa nga projektet tuaja revolucionare me ndikim të lartë mund të mërzisin ata që nuk kanë të njëjtën energji si ju. Binjaket. Jeni shumë simpatike, por mos e merrni veten shumë seriozisht. Dashuria pozitive edhe për histori pa shumë mundim, dikush do të bëjë një zgjedhje shumë të rëndësishme. Gaforia. Mundohuni të mos përfshiheni në situata komplekse, mendoni për punë e cila veç të tjerash tani mund të organizohet më mirë pasi keni ide të mira që rrotullohen në mendjen tuaj. Luani. Kini kujdes sepse këto ditë mund të keni konfirmim që një person interesohet vërtet për ju. Çdo gjë që ju ndihmon të ndiheni më mirë duhet të shtyhet në këtë periudhë. Virgjeresha. Ju ka ndodhur të diskutoni me të gjithë, në dashuri, me miq, edhe pse jeni një njeri shumë ndihmues dikush ju ka bërë të humbisni durimin, kushtojini vëmendje fjalëve sonte. Peshorja. Një çështje ligjore ose kontraktuale për t'u sqaruar, një notar ose një avokat mund t'ju ndihmojë të zgjidhni një dilemë të vogël ose problem personal. Akrepi. Disa mendime të tjera gjatë ditëve të fundit. Sot është një ditë e nënshtruar, por nuk keni pse të shkënjeheni për këtë. Në dashuri duhet pak më shumë vëmendje. Shigjetari. Është më mirë të veprosh, t'i bëjmë të domosdoshme nevojat e dikujt. Ndonjëherë e kuptoj krenarinë e plagosur, por mos u ofendoni dhe reagoni, edhe fort. Britsjapi. Projektet e reja dhe kompanitë e reja nisin ngadalë. Në dashuri mund të keni bërë tashmë kërkesa shumë specifike. Për shumë arsye të ndryshme, është më mirë të jesh i kujdesshëm dhe të shmangësh arsyet e konfliktit. Ujori. Bonesat në çdo marrëveshje, një projekt që duke i rëndësishëm është bërë e vështirë për t'u realizuar. Kujdes nga marrëdhëniet e paqarta. Peshqit. Jo të gjithë, por shumë prej tyre janë zhvendosur në shtëpi vitet e fundit apo edhe stilin e punës. Kini kujdes të mos imagjinoni situata të pamundura. Regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Kalofshi një mbrëmje të mirë.